Zoti Qyra, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Rend parë, kallëzëm, si kandidati pavarur, apo përkrohesh edhe për ndonjë partie tjetër për kandidaturën tënde në Strugë? Tani unë jam me Qyra, kandidati pavarur për qytetin e Strugës dhe sigurisht edhe Vleni është një koalicion qeveritar i cili më mbështet mua për kandidaturën time. A keni marrëveshje zyrtare me shkrim, apo keni publike? Tani, unë nuk kam marrëveshje me asnjë parti politike dhe kërkoj mbështetjen e gjithë partive politike të cilat janë prezent në komunën e Strugës, duke ditur që jam kandidati pavarur dhe më nevojitën të gjithë votat e gjithë qytetarëve të qytetit të Strugës. Mende, kallëzëm diçka. Me çfarë kushte je në marrëveshje me Vlenin? Neve dhe qytetarëve. Ja. Të Strugës, i intereson çka i ki bërgj me i dhanë masi që të zgjedhësh nëse zgjedhësh kryetar? Sigurisht që edhe pse unë kërkoj votën edhe për krahjen e qytetarëve dhe koalicionit Vlen, unë nuk kam asfar marrëveshje. Marrëveshja ime e vetme është me qytetarët e Strugës, ku besoj që ata kësaj here kanë një kandidat ndryshe nga të tjerët, një kandidat i cili vjen nga fusha e biznesit dhe një kandidat i cili besoj dhe të bëhen ndryshimin e qytetit të Strugës. Para se me shku tutje, kallëzona mendoj pse ju qytetarët, kandidatët e Strugës nuk dilnin debat me njëri tjetrin? Ju e dini që unë kam menduar që dhe të kemë oponentët e mi, dhe të bëjmë debat dhe dhe të tregojmë çfarë i ofrojmë qytetarëve të Strugës. Normalisht që kundër kandidatët e mi nuk dalin me mua në debat. E çka fiti tutën, mendoj kallëzona, pse po tutën ata? Po sigurisht për arsye se nuk kanë projekte, nuk kanë me çka tregohen para qytetarëve dhe për fat të keq nëse e keni përcjell para fushatën dhe fushatën tani të gjithë veprimet të cilit i bëj unë pas meje vinë edhe ato. Do të thotë që vetë mos prezenca e tyre do të thotë nuk kanë çfarë ofrojnë. Mende, po vdu me nis, 2 minutat e parë janë për platformën tënde zgjedhore, po shkojmë me njëherë tutje, cila është platforma e jote zgjedhore 2 minuta? Tani, platforma ime zgjedhore është e zgjeruar, por unë do të them disa pika të rëndësishme të cilat janë prioritare. Edhe ato pjesa infrastrukturore që ka të bëjë me pjesën e rrugës nga Morovishte në Strugë, që është një rrugë e cila gjatë verës ngarkohet nga trafiku i dyfishuar në qytetin e Strugës, duke ditur që vinë qytetarët nga bota jashtme dhe turistët, mandej vazhdojmë me ndrimin e tubave të azbestit, të cilat Struga 65 vite ose 70 vite nuk i kanë ndruar, ato janë të azbestit dhe janë kancerogen, për të vazhduar mandej parkingjet nëntoksore të cilat janë në mes të sheshit të qytetit dhe në pjesën e plazhit, të cilët janë në numër për 560 parkingje, të vazhduar mandej për pjesën tjetër të plazheve dhe një fshat turistik. Kalojmë atje të pjesa tjetër e sportit, ku një pjesë e madhe është e nevojshme të rregullojmë infrastrukturën e sportit për arsye të nevojshme që qyteti i Strugës nuk e ka, mandej vazhdojmë për pjesën tjetër të qerdheve të cilët janë në mungesë dhe numri i fëmijëve të cilët presin në radhë është diku 450 dhe këtë e kemi bërë në ndarjen në një fshat Labonisht dhe një fshat Velesht, ku bashkarisht do të zbusin këtë numër të cilët janë duke shkuar rreth qytetit të Strugës, por edhe normalisht edhe një qerdhe në qytetin e Strugës. Vazhdojmë andje me pjesën kulturore, ku duhet një ansambël të cila Strugës i mungon dhe një teatr veror që duhet patjetër të rregullohet. Gjithsesi, problemi më i madh është e gjithë fshatrave është uji dhe kanalizimi, që për fat të keq jemi rreth ujit, por për fat të keq ujin për pije nuk kemi. Mendi, prej këtyre projekteve që i prezentove, po më duken shumë, kallëzëm 24 dhe 25 milion euro që i ka buxheti komunës Strugës. Qysh i kryen ti çto projekte ambicioze me 25 milion euro? Sigurisht,
Shuma prej 25 milion euro janë shumë pak, por e kam parashikuar dhe mendoj që bashkarisht me një lidhshmëri me qeverinë lokale dhe ato qendrore, arrijen shumë projekte të cilat komuna e Arshme duhet të projektojë dhe të aplikojë në pushtetin qendror. Këtu ka të bëjë edhe me pjesën tjetër të cilat mund të aplikohet me këto projekte edhe në fondacione të ndryshme, edhe në ambasadat të ndryshme, në IPA fonde të cilat ka një buxhet që për këtë pjesën e ujit dhe kanalizimit që janë shumë elementare për qytetarët e Strugës, besoj që një pjesë e madhe e këtyre mjeteve do t'i thithim nga kjo pjesë, por normalisht edhe me rritin... Po me intereson, po e din që duhet me lyp pare tjetërkon, kjo është e qartë që s'mundet më bo veç me buxhet të komunës, po sa kushton krejt ujë dhe kanalizimi për gjitha fshatrat e komunës juj? Po du me dita ke e bo hesapin para se me I hi gares. Tani, përveç projekteve të cilat I kam projektuar në pjesën infrastrukturore, normalisht pjesën e kostove nuk kam arritur të bëj sakt sa është, po megjithatë është një kosto shumë e madhe dhe një pjesë e tyre të mjeteve tani veç janë ndarë edhe nga qeveria dhe besoj një pjesë e tyre dhe të shfrytëzohen për këtë pjesë të infrastrukturës që është shumë e nevojshme, sidomos për pjesën e kanalizimit dhe ujit që është thash edhe më herët është elementare dhe I domosdoshme dhe besoj që mjete ka mjete edhe në për fondet të tjera dhe me një menaxhim të mirë, me një ekip të mirë, me një ekspert të mirë, besoj që do t'i arrijë jo vetëm për këto projekte që fola, por do të ketë edhe projekte të tjera. Unë nuk them që gjithë projekte do t'i realizoj, por s'pakti disa do t'i realizoj, kurse pjesën tjetër do t'a nisë për të realizuar pas 4 vitet e tjera, të cilët unë mendoj që ky mandati im do t'jetë 4 vjeçar për të drejtuar Strugën në kahje të duhur dhe besoj që pas 4 vite kur të vije kryetari I Arshëm sigurisht ta ketë më lehtë për arsye se 20... Mende, Struga s'ka plan general urbanistik, po du me dalë prej ujit që përmenen kanalizimi shërbime publike të plani general urbanistik. Si pas vizionit tënd, je edhe biznismen, edhe me siguri e kini plan ka cili ven duhet mu zhvillu Struga, sa ka të keme leju, ku keme leju, ku keme bo banesa një katëshe, ku ma të gjata? Tani, Struga është në mbrojtje të UNESCO-s dhe planet urbanistike dhe detale kalojnë në për komisionin e UNESCO-s për të detajuar dhe për të bërë ato që është më e nevojshme. Normalisht që atje godinat janë mësë larti deri në 6 katë dhe kjo duhet të përmbajemi sigurisht e rregullave. Plani general, por edhe ajo detaj, gjithsesi duhet realizohet në kohë afat shkurt, sepse në Strugë ka 20 e sa vite nuk është sjell plan general dhe këtë drejtim besoj që do të bëhet pas marrjes së mandatit një mega plan ku do të jetë me një tender ndërkombëtar ku do të jepet do të bëhet përfshirja e gjithë qytetit por edhe fshatrave sepse edhe fshatrat nuk kanë plane dhe mendoj që me një plan general ose mega plan do të përfshihen edhe plazhet të cilat janë për fat të keq në gjendje shumë të vështirë duke ditur që atje nuk ka pas plan ose nuk ka një sistemim të duhur për plazhet dhe në ato plazhe akoma nuk ka plazhe publike për fat të keq qytetarët të cilët duan të... E me ty sa plazhe publike bohen, sa metra katror ju metën qytetarëve me shku privatisht në plazhe publike, çka ju bën atyne që e kanë uzurpu? Sigurisht që do të bëhet një plan të cilët do të sistemohen. Unë nuk jam edhe kundër banaqeve të cilët duhet të jenë nëpër plazhe dhe besoj ato duhet të jenë të mirë, po patjetër në pas çdo banaku duhet të ketë edhe një pjesë publike ku qytetarët të kenë të drejtë pa pagesë të shfrytëzojnë plazhin. A ka momentalisht vend publik? Momentalisht gati nuk ka vend publik dhe shpresoj që dhe gjejmë një formë, mënyrë të përshtatshme që patjetër të ketë vend publik sepse mendoj se qytetarët e kanë nevojë dhe duhet patjetër këtë ta bëjnë. Mendoj kryetari I Arshëm duhet ta realizojë këtë sepse është kërkesë e qytetarëve në përgjithësi për këto plazhe private që besoj që me një marrëveshje ose me një plan detaj për plazhet do të realizohet. Skaj liçenit.
Çka do të lini me u ndërtu Sky Liçenit, në planin e juaj strategjik? Restorane, ndërtesa, villa, çka? Sa larg Liçenit do të lini? Me rregullore është që nga pika e bregut të Liçenit duhet 50 metra largësi për ndërtim të fortë, do të thotë. Dhe pje Struga ka nevojë për hotele, gjithsesi, ka mungesë shtretërish, dhe një pjesë e tyre rreth Liçenit patjetër që duhet të planifikohen. Interesant me ndi, ti po thu ka mungesë shtretërish, në anën tjetër kundër kandidati i juaj para jush tha 50% ma pak turist kanë ardhur. Si vjet në Strugë krahasim me viteve tjera? Cila është e vërtetë? Tani kandidati im nuk duhet të merren gjithë parametra, domethënë pikërisht këtu nuk ka hotelet mjaftueshëm, nuk ka shtretër mjaftueshëm, nuk ka, domethënë kemi qenë endacak të cilët pengojnë ardhen e turistëve, nuk ka kushte. Me ty s'ka me pas qenë endacaka? Me mua zë të ketë qenë endacak, gjithsesi është një ndër hapet e para të 100 ditësh të ardhshëm në qeverinë time, duke krijuar një stacionar dhe të trajtohen në mënyrë të duhur qenë endacak. Ne kemi problem mandej me pjesën e ujit dhe ky është një problem i veçantë të cilët turistët. Po kthena te hotelet, se ta ndërprema. Lejon po thu ka mungesë hotelesh, tash spesifikisht sa kat i lejon ti hotelet me u ndërtu nëse bosh kryetar edhe ku lejon me u ndërtu? Gjithçka nuk varet prej me sa kat, por ka rregulla sa kat duhet të jenë. Janë 6 kat. 5 kat edhe nëse tek ne llogaritet, domethënë përdes edhe 5 kate, 5 nivele, gjithsej 6 nivele, dhe nga ajo nuk ka drejt në Strugë edhe në Okër, për shkak se janë në mbrojtje të UNESCO-s, nuk ka drejt të ndërtohen mbi të. Mbi këtë s'ka nevojë, s'ka drejt, por kallëzom ku e ke menu ndërtimin e hoteleve, në cilat zona? Sigurisht, hotelet më të përshtatshme janë në pjesën rreth Liçenit, bregut Liçenit, ku mendoj që mund të ndërtohen, por e thashë edhe më herët me mega planin do të përfshihet edhe pjesa tjetër që të zgjerohet qyteti nga Kalishti, ku është një pjesë e pashfrytzuar, edhe pse është tokë pjellore, kohë të fundit nuk shfrytëzohet për arsye sepse është braktisur pjesa e tokës pjellore dhe shpresoj të zgjerohet nga ajo pjesë e qytetit dhe thash duhet të ketë një shtrirje me mega planin shtrirje të qytetit të Strugës dhe besoj që kjo do të arrihet me një angazhim edhe me këtë tenderimin ndërkombëtar i cili e kam parashikuar të jetë sa më i mirë dhe të dim se ku do të shkojë Struga pas 20 ose 30 vite të ardhshme, cilën kakje ta merr dhe si do të duket qyteti i Strugës. Ti je biznesmen, unë nuk e di sakt me çka mirësh ti. Me çfarë biznesi mirësh ti? Tani, unë merrem 33 vite me biznes dhe biznesi im është ndërtimtaria si veprimtari kryesore. Normalisht kam edhe një hotel, kam një klub futbollistik i cili është kampion. A është hoteli në Strugë? Po, është hoteli në Strugë. Kam një klub futbollistik që është kampion i Maqedonisë 2 vite me radhë dhe vazhdoj të merrem edhe me veprimtari tjera të cilat janë sekondare dhe ne i pyesim gjithë kandidatët edhe në Kosovë, edhe jashtë. Kam qenë edhe kryetari i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore, ku bashkarisht do të thonë ky menaxhim edhe menaxhimi i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore më jep mundësi që të jem kandidat më i denj për Strugën, për të menaxhuar Strugën sepse mendoj që jam më i përshtatshëm, jo që jam më i miri i gjithë kokrave, por për momentin mendoj që jam i përshtatshëm dhe kam mundësi të bëj gjëra më të mira. Mendi, a e financon ndonjë ndërtues tjetër fushatën tënde? Deri tani nuk e lejoj, pasi unë jam kandidat i pavarur. Edhe vetë je ndërtues. Çka nëse dikush që të këshyr thot, po ky ka me punu për llobin e ndërtimit, se ky është vetë ndërtues. Që ti ke me shty hapësira për ndërtim e në anën tjetër qytetarët s'ka nevojë në ta më shumë ndërtim. Sakt, tani për opinionin e Kosovës sigurisht edhe për opinionin më të gjerë,
Unë ndërtoj pjesën më të madhe të ndërtimit e kam në Ohër dhe në Shkup, shumë pak ndërtoj në Struk, edhe tani kam përmbyll këto vite dhe kam shumë, edhe 2-3 vite të ardhshme nuk do të ndërtoj. Pjesën tjetër, ju sigurisht e kishit fjalën për konkurrencën. Po edhe konkurrencën. Secili që ka mundësi të investoj për ndërtim dhe të kenë derën hapur dhe mundësinë më të mirë për të ndërtuar për arsye se... E nënën tjetër, nëse bosh kryetar, a kanë me përfitu firmat e tuja apo dostat e të, shokët e të, miqt e të, prej faktit që ti ki ardhë, ka ardhë ndërtuesi në pushtet, edhe po i jap të ndera ndërtuesve tjerë ose firmave tuja. Tani, të ndera shumë vështirë që mund të jepen, sepse tek ne gati toka shtetërore është shitur fare, edhe nuk ka për të shitur, po zakonisht ndërtimtarët ndërtojnë me investimet e veta në tokën private, dhe kjo është një mundësi që të gjithë ndërtuesive duhet t'u jepë leja së më shpejt. Tu them edhe këta, edhe se leja me kritere, a leja sa më shpejt që dojnë me maru? Ja, kuptohet me leje, me të gjithë ligjet në fuqi të cilat duhet zbatohen patjetër. Domethënë sepse ne biles unë kam qenë sekretari Odës, e thashë edhe më herë, jam kategorik për vazhdimin e ligjeve për legalizim të ndërtimeve pa leje, të cilat konkurrojnë pikërisht ato ndërtime të cilat janë në mënyrë zyrtare në raport me ato ndërtimet në të zezë. Domethënë, duhet patjetër të zbatojmë të gjithë ligjet, sepse ndërtimtaria pikërisht nga ajo fush vi dhe ndërtimtaria është shumë e ndihshme nëse një objekt ndërtohet shtremt mbetet 100 vite. Mende, a ke kandidat për kuvend komunal, a ke do me thonë këshilltar? Unë nuk kam list për këshilltar, duke treguar dhe duke thënë vazhdimisht se unë jam apolitik dhe nuk dua të merrem me politik, por do të merrem me menaxhimin e qytetit të Strugës dhe ato partitë të cilat janë në betejë për betej politike, ne të vazhdojnë në fushën politike dhe ne të zgjedhin problemet ose ne të fitojnë listën dhe të bashkëpunojnë me ato që mendoj që janë më të mirë për të mi përkrahur projektet e mia. Mirë, pasi nuk merresh në politikë, po kthena te shëtitoria e liçenit po edhe e lumit. Sa herë që bie shi mbulohet me ujë shëtitoria e liçenit. Gjithashtu infrastruktura rrugore bllokohet sidomos gjatë verës. Çka do të bësh për problemin infrastrukturor? Tani, nëse i keni fjalën për rrugën e cila kalon nga Eurohoteli në drejtim të Hotel Drinit, sigurisht është bërë një rrugë pa u planifikuar, pa bërë drenazhimin e rrugës, e cila për fat keq është në pak shi, bëhet një ujë mblidhet, krijohet liçenet vegjël, ta them ashtu, dhe sigurisht puna e parë që do të bëhet drenazhimi i tyre me një intervenim në dy krahët e rrugës për të anuluar ose për të eliminuar këtë ujë që me të vërtetë pengon edhe shëtitorët ose njerëzit të cilët lëvizin gjatë ditës, por edhe veturat të cilat kalojnë aty pranë. Po du me të pyet tash për deponin, e cila është një farë problemi shumë i madh, deponia e madhe afër Strugës. Problem që duhet mu zgjidhë edhe me nivelin qendror. Qysh e menaxhon këtë punë të deponisë? Tani ndahet, Komuna e Strugës ndan mjete për menaxhimin, për trajtimin fakt të deponisë, e cila është me të vërtetë shumë e dëmshme, është një ndër problemet kryesorë. Jo që tjerë probleme nuk janë kryesore, por ky është problemi i kyç, që duhet patjetër zgjidhet, edhe ky është forma që unë propozoj edhe që kam informacion edhe me qeverin. Ata tani ka një projekt ku do të ndahet Maqedonia në 4 regione, dhe në ato regione do të ketë deponi rajonale dhe
mendohet që për 5 deri në 6 muaj këto deponit rajonale të jenë aktive dhe mbeturinat e qytetit të Strugës do të merren dhe do të dërgohen atje në deponin rajonale dhe në atë moment deponia duhet të mbyllet, të trajtohet ose të bëhet ka forma të veçanta për të trajtuar dhe për të bërë një vend i gjelbërt ose me forma tjera. Për mu modernizu një deponi, duhen shumë fonde mu modernizu. Po, sigurisht. A ke marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit, apo me diken qendër që të ndihmon me modernizu sot? A mundesh me premtu modernizimin e kësaj deponie, apo po thu unë e kom merr me mshël krejt? Cila është propozimi? Tani ka 2 variante, domethënë që vendoset nga aty është një kosto shumë e lartë. Dhe une para qytetarëve të Strugës nuk them që une po erdha aty e zgjidh këtë probleme e marrë që vendose nuk ka probleme, jo. Okej, çka po i thu? Kjo është problem shumë i madh që në bashkëpunim me qeverinë patjetër duhet të zhvendoset. Këtë duhet ta bëhet normalisht kryetari i komunës, duhet të kërkohen nga qeveria. Unë them që si kryetar, përveç që do të kërkohen nga qeveria, do të ngrejmë zërin lart e më lart, do të ne thonë do të bërtasim sa të mundemi që kjo deponi të largohet sepse është shumë kancerogene dhe shumë e dëmshme dhe nga ana tjetër edhe trajtimi mjetet të cilat ndahen ka komuna për trajtimin e kësaj deponie nuk janë efikase për arsye se vinë deri te djegja e mbetjeve aty të cilat e dyfishojnë domethënë ndotjen e ambientit dhe rrezikun nga smundje të ndryshme. Mirë. Me këto probleme, ka me pas problem për turizmin në vendet malore, sepse Struga nuk e ka vetëm turizmin liqen, po e keni edhe atë malor në Jablanic. A ka ndaj projekt propozim për me bo turizm në Jablanic? Po, unë në fillim nëse e dëgjuat, thash që parashifen edhe 2 fshatra turistik, të cilë njëri dhe tjetër Buz Liqenit, ku është një shpat atje, Radosht, ku është shumë i përshtatshëm për një fshat të tillë turistik, dhe pjesa tjetër do të zgjidhet për një fshat malor, që është jo vetëm Jabllanica, por ka edhe disa fshatra, Belica e Sipërme, që është një vend shumë atraktiv nga ku shihet edhe Liqeni dhe është një nalësim bidetare për 1550 metrë. Çka do të bëni atje? Dhe tani si propozim është të bëhet një fshat turistik dhe normalisht që nuk mund të themi tani sa do të kushtojë, por do të insistojmë me investime private o publike të cilat për fat të keq në Maqedoni, por sidomos në Strugë nuk janë aktive dhe besoj që me një bashkëpunim të mirë të kompanive të cilat janë edhe në diaspor, të cilat kanë interesim të futen në tregun tonë, sidomos në Strugë, shpresoj që të gjejmë një gjuhë përbashkët që të zgjerohet një fshat turistik. Tema e fundit është arsimi, çka kem plan me rregullu në arsimin në Strugë? Tani arsimi nëse nisim nga pjesa nuk është 100% nën kompetencat e komunës, është një pjesë, ajo që është sigurisht duhet puna e parë. So qerdhe do mi bo? Që po nisi për diçka konkrete? So qerdhe 3? Tash, më spakti, dhe më thonë 2 në fshatra dhe 1 në qytet, sepse në Strugë ka një fshat Labonisht, në Labonishti është një fshat ku ka rreth 11.000 banor dhe ka për çdo vit 130 fëmijë të cilat duhet futen në qerdhe dhe në kopshte dhe për të vazhduar mandej në Velesht, i cili përsëri është një fshat tjetër i madh për të shkarkuar domethënë dyndjen e fëmijëve të cilët dëshirojnë të jo dëshirojnë, por kanë nevojë të shkojnë në qytetin e Strugës, kurse në Strugë patjetër që duhet bëhet një qerdhe dhe mundësisht të fillohet nga e para sepse ka vetëm 2 qerdhe ku trajtohen vetëm 600 fëmijë, kërkesa për qerdhet është edhe për diku 450 fëmijë. Nëse këto fëmijë, domethënë
vendosen në Llabunisht dhe në Velesh, sigurisht që numri do të zvoglohet, por megjithatë duhet të ndërtohet edhe një qendër tjetër për të realizuar kërkesat e tyre. Jemi në fund, po duhet pyetjet e shpejta. Ja, po për atë mundohem më shpejt ja përgjigjet se s'ka kohë. Unë po du me të pyetjet janë me po jo, a keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Pa, unë vetëm këtë dhe si risi, dhe më thanë si kryetari odës, si kryetari komunës së Strugës, normalisht që paga e ime dhe tjetë për personat me aftësit veçanta, për 4 vitet e ardhshme, vetura e cila është e komunës nuk dhe ta përdor, dhe ajo që është më rëndësi, sigurisht reprezentacion të quhet tek ne për dreka darka dhe t'i heqi. Nga kjo dhe të startoj me 1 milion... Nuk i heqi po thu se përdori heq qatë reprezentacion, apo? As farë. Ani, une po du me të pyet, nëse shokët e tu, e kena pas njërin që shtu në Kosovë që te ke se përdori, a këshilltarët ja përdërshin. Une po du tash me të pyet. Unë si jam shokëve të tyre, unë jam unë, dhe unë dhe të bëj atë që unë mendoj dhe nuk kam nevoj, nëse e din qytetarët e Strugës, çfarë statusi kam, nuk vi në Strugë si kryetari komunës që ta marr mandatin e të keq përdor, sepse kam qenë idhtari i asaj që gjithmonë duhet luftohet korrupsioni edhe keq përdorimi i gjithë menaxhimeve që është bërë në komunën e Strugës. Punëtor për punës që nuk janë të kualifikuar, që janë militantë që nuk janë të kualifikuar. Sigurisht që personat të cilët janë të punësuar nuk ka mundësi edhe ligjërisht t'i largosh nga puna, por ne do të bëjmë një klasifikim të trefisht. Klasifikimi i parë dhe të merren punëtor të cilët janë të gatshëm dhe janë të aftë të punojnë. A i bën transparente vendimet që mirën kuvend komunale dhe vendimet e tuja, i qëtë website? Pa tjetër dhe t'jenë transparent dhe përveç që dhe t'jem transparent me vendimet, po dhe t'jem transparent me çdo harxhim, çdo euro të cilët të harxhohet në komunën e Strugës, dhe pjesën tjetër sigurisht dhe t'kenë një qasje qytetarët gjatë çdo 2 javë. Faleminderit. Sa gra drejtoresha i cakton në për drejtori nëse është bosh kryetar për fund? Po sigurisht tani ka një ligj, po nuk vlen edhe për emrimet. Vlen, përsa të përthom, ti a keme bo vullnetarisht? Për deputete dhe për këshiltar, unë dhe ta zbatoj këtë ligj në komunë që spakti 30%, se është 30% të shfrytëzohet. Faleminderit, ka që kishim kozën e Qyra, ishte ky Mendi Qyra kandidat për Strugë, e pat edhe kandidatin tjetër Besnik Aslani në këtë emision, ka që kishim për Strugës, natën e mirë.